Ftoi partitë e tjera për t'u bashkuar LDK-s në një listë përbashkët elektorale. LDK-ja do të rezervojë një pjesë të listës për partitë që bashkohen, përfshirë zotin Limaj me partinë e tij. Kemi gatishmëri për bashkëpunim edhe me Demokristianët, partinë e drejtësisë, AKR-n e zotit Pacolli e të tjerë. Jemi të hapur edhe për individ, kështu ka deklaruar kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku të hënën në një konferencë për media, ku bëri thirrje për një koalicion të gjerë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Abdigjiku, i cili edhe shpalli kandidaturën e tij për kryeministër, ka deklaruar se nominimi i tij është mbështetur plotësisht nga kryesia e LDK-s. Kryesia e partisë e konsideron se përderisa ka kryetar partie, nuk ka nevojë të ketë kandidat tjetër për kryeministër, prandaj më nominoi mua, ka thënë Abdigjiku. E teksa Abdigjiku ka thënë se LDK-ja do të garoje vetëm në zgjedhje, por e hapur për bashkëpunim me subjekte të tjera politike, Gazeta Bota Sot ka pyetur Aleancën Kosova e Re nëse do t'i bashkangjiten koalicionit që pretendon LDK-ja. Sekretari i AKR-s Vesel Makolli thotë se do ta shqyrtojnë ofertën e kandidatit të LDK-s për kryeministër në ditën në vazhdim për përcaktimin e tyre. Në zgjedhjet lokale për kryeqytetin, AKR-ja në marrëveshje me LDK-n kemi garuar në një listë përbashkët. Sa i përket zgjedhjeve të jashtëzakonshme nacionale të 28 dhjetorit, ende nuk kemi një marrëveshje. Do ta shqyrtojmë ofertën e kandidatit të LDK-s për kryeministër dhe në ditën në vazhdim do të vendosim për përcaktimin ton, deklaron Makolli. Sipas tij, nëse zgjedhjet e 28 dhjetorit nuk sjellin ndryshime, ngërçet politike do të vazhdojnë me tendencë të rrezikimit të sovranitetit dhe shtetësisë. Ngërçi politik që zgjati gati një vit e ka dëmtuar shumë Kosovën, më shumë në rrafshin e brendshëm dhe po ashtu në rrafshin ndërkombëtar, me pasoja që ka qenë të pariparueshme për vendin. Nëse zgjedhjet e 28 dhjetorit nuk sjellin ndryshime, sidomos nëse nuk formohet një qeveri që bashkëpunon ngushtë me miqtë ndërkombëtar, veçanërisht me garantuesit e pavarësisë së Kosovës, SBA-t, ngërçet politike do të vazhdojnë me tendencën e rrezikimit të sovranitetit dhe shtetësisë son, shton sekretari i AKR-s. Makolli shton gjithashtu se dy partitë opozitare kërkojnë të bëhet një rireshtim. Në këtë kontekst, dy partitë më të mëdha opozitare po kërkojnë që të bëhet një rireshtim i subjekteve politike për të dalë fituese në këto zgjedhje që janë thelbësore për të ardhmen prosperuese të vendit tonë, përfundon Makolli.